përpara 8-19 vitesh nuk ishte ky nivel. Ishte fillimi etj. Po e solli koha, se nuk është merita jote, Fatos. S'është merita jote. E solli koha. Ti atje në vreshtet e tua, edhe në atë bujtinën tënde, ti rrit drejt zinxhir, koha i sjell i përmirëson këto, tani s'ke çfarë bën. Tani koha ka sjell që jo më le tani se do bësh polemik me mua. E solli koha, mbaj tani vat në vesh, koha e solli, s'ke as i meriti. Po. I solli koha tëra, i solli koha tëra, edhe rrugën Berat Skrapar, edhe lidhjen e Skraparit me Përmetin, koha e solli tani. S'kemi çfarë bëjmë ne. Ne thjesht do shkojmë ta shohim si do e bëj koha, realitet. Apo jo, kështu që, por jemi në të njëjtën gjatësi vale tani. Gjëja më e rëndësishme është që tek puna, tek vizioni, tek ambicia vullneti për të shkuar përpara, ne jemi të ngjashëm. Kështu që prandaj edhe jemi miq për te fiksimeve. Po, mund të heq ty atë fiksimin që ke. Po, avash. Më duhet edhe pak kohë, po s'ta shkula kështu si tap, atë që të hapesh edhe të marrësh ajër, edhe të bëhesh shumë më i lezetshëm, mba mend çfarë po them. Jo, nuk ta jap mikrofonin. Kush ka, lërë mund tash se do merrem me ty. Le se jo, shiko se ka dhe gjë tjetër. Jam në impresion të madh nga njerëzit që më duan dhe më mbështesin. Sepse janë shumë të mërzitur që më thonë mua, po pse merresh ti vetëm me këta? Se unë edhe kur dal atje në Facebook merrem me ata që nuk janë tanë. Edhe tani po merrem me ty, ti si e joni më vëlla, leje më boll tash, nuk boll, nuk. Boll tash, po për gjysmë më boll, dema morë gjithkohë. Se më thonë, po pse merresh me këta ti? Ne të mbështesim, ne të duam, ne të themi fjalë të mira, ti as na e var fare, ti merresh me këta. Këta të shajnë, s'lën gjë pa thënë. Më bën, çfarë bëjmë tani? Çfarë bëjmë tani? Edi Rama i thot fëmijëve, më shikoni mua laguria, kupton apo jo? Nuk kam, janë komplet edhe janë të papar fare, më shikoni mua, i thotë, shkon atje i thot fëmijëve, më shikoni mua laguri. Ndërkohë që këta më nxorën mua. Çfarë të them unë? Edhe nuk e di. Se di. Pastaj shkojmë mbledhin njëri tjetrin atje dhe e pat dje. Ja fusin fjalëve në mes aty me vajza, me djem, me gra, me fjalëve më ekstreme. Nuk e di. Edhe kanë të drejtë të tjerë të thonë, po pse merresh me këta? Ç'a ke me këta? Këta janë çuryk. Po, unë ç'a them? Hajde.